Kriza politike në Kosovë vijon ndërsa Albin Kurti kërkon një marrëveshje mes partive për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Kryeministri në detyrë tha se partitë duhet të kalojnë nga diskutimet e përgjithshme të emrat konkret të kandidatëve me qëllim që të shmangë një tjetër proces zgjedhor. Kurti bëri të ditur se u ka kërkuar takim kryetarëve të PDK-s, LDK-s dhe AAK-s për të diskutuar mbi kandidaturën për president. Sipas tij, kreu i ardhshëm i shtetit duhet të jetë një figurë konsensuale dhe me mbështetje sa më të gjerë politike e qytetare. Thirrja vjen një ditë pasi LDK-ja njoftoi tërheqjen nga negociatat me vetvendosjen për ndarjen e posteve institucionale, duke deklaruar se është e gatshme të votojë një kandidat jo partjak për president. Ndërkohë PDK dhe AAK kërkojnë vijimin e seancës konstruktive të kuvendit, ndërsa akuzojnë vetvendosjen se ka shkelur afatet kushtetuese. Nga ana tjetër, LVV-ja këmbgul se duhet të arrihet fillimisht një marrëveshje politike për presidentin. Nëse palët nuk gjen një zgjidhje, Kosova rrezikon të shkojë sërish në zgjedhje, ndërsa kriza institucionale vijon pas zgjedhjeve të 7 qershorit.